Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 19 shkurti. Dashi, 19 shkurti, sjell energji dinamike dhe dëshirë për veprim. Në punë, mund të lindin mundësi për të marrë drejtim ose për të nisur një projekt të ri që kërkon guxim. Shfrytëzo aftësitë organizative dhe vendosmërinë për të zgjidhur situata të vështira. Në dashuri, komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen. Partneri të vlerëson për sinqeritetin. Beqarët mund të njohin dikë tërheqës përmes miqeve ose aktiviteteve sociale. Financat kërkojnë maturi dhe planifikim të kujdesshëm. Kujdesu për shëndetin. Demi, sot ndihesh i qëndrueshëm dhe i përqendruar. Në punë, përkushtimi yt dhe organizimi sjellin rezultate konkrete, veçanërisht në projekte që kërkojnë durim dhe kujdes. Në dashuri, tregohu i durueshëm dhe i vëmendshëm, partneri do ta vlerësojë këtë. Beqarët mund të njohin dikë përmes miqve ose aktiviteteve kulturore. Financat janë stabile, por shmang vendimet impulsive. Binjakët, mendja jote është e shpejtë dhe aktive. Sot mund të marrësh lajme të rëndësishme ose ftesa që ndryshojnë planet. Në punë, aftësia jote për komunikim dhe përshtatje do të ndihmojnë të arrish sukses. Në dashuri, shmang keqkuptimet, duke qenë i qartë dhe duke hapur bisedat me partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush me humor dhe energji pozitive. Financat kërkojnë organizim dhe shmang vendimet e nxituara. Gaforja, emocionet janë të ndjeshme sot. Në punë, mbështetu te intuita dhe përvoja jote, do arrish të marrësh vendime të sakta. Në dashuri, një gest i vogël mund të forcojë lidhjen. Beqarët mund të kenë një njohje të papritur dhe emocionuese. Financat janë stabile ose shmang shpenzimet impulsive. Kujdesu për shëndetin, sidomos për gjumin dhe ushqimin. Sot është ditë për reflektim, qetësi dhe pastrim emocional. Një bisedë me familjen ose një mik të afërt mund të sjellin mbështetje. Luani, sot ndihesh plot energji dhe vetbesim. Në punë, mund të marrësh vëmendje për përpjekjet dhe talentin tënd. Në dashuri, shmang dramat dhe dëgjo partnerin. Kjo forcon lidhjen. Beqarët mund të takojnë dikë tërheqës në një mjedis social. Financat kërkojnë maturi, sidomos në shpenzime për luks. Shëndeti përmirësohet nëse merresh me sport ose lëvizje fizike. Virgjëresha, 19 shkurti, kërkon organizim dhe qartësi në çdo hap që merr. Në punë, aftësia jote për të analizuar detajet do të ndihmojnë të marrësh vendime të sakta dhe të arrish rezultate konkrete. Sot mund të lindë mundësi për të përmirësuar procedurat ekzistuese ose për të planifikuar projekte që kërkojnë përqendrim dhe durim. Në dashuri, shmang analizën e tepërt. Peshorja, sot kërkon harmoninë dhe balancën në çdo aspekt të jetës. Në punë, bashkëpunimi dhe dialogu me kolegët sjellin rezultate më të mira se veprimet individuale. Është e rëndësishme të dëgjosh të gjithë palët dhe të jesh i hapur për ide të reja. Në dashuri, komunikimi i sinqert forcon marrëdhënien dhe zgjidh mosmarrëveshjet e vogla. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me energji të qetë dhe të balancuar. Akrepi, sot intensiteti dhe përqendrimi janë të lartë. Në punë mund të marrësh përgjegjësi të reja ose të zgjidhësh çështje që kanë mbetur pezull. Instinkti yt është shumë i fuqishëm dhe duhet të besosh intuitën për vendime të rëndësishme. Në dashuri, emocionet janë të thella, shmang xhelozinë ose kontrollin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterios ose të veçantë. Financat kërkojnë strategji dhe vëmendje ndaj shpenzimeve të panevojshme. Shigjetari, energjia e ditës të mbush me dëshirë për aventura. Në punë, ide të reja dhe qasjet kreative mund të sjellin mundësi të papritura. Përpiqu të mendosh jashtë kornizave dhe mos u frikso nga risit.
Në dashuri, sinqeriteti dhe dialogu i hapur forcojnë lidhjen me partnerin. Beqaret mund të ndikojnë tek dikë i veçantë. Britsjapi, sot përqendrohesh te përgjegjësitë dhe objektivat kryesore. Në punë, durimi dhe përkushtimi japin rezultate konkrete dhe mund të lindë mundësi për një rol udhëheqës ose projekte strategjike. Në dashuri, partneri ka nevojë për vëmendje dhe ndjeshmëri, tregohu i hapur dhe mbështetës. Beqaret mund të tërhiqen nga dikush serioz dhe stabil. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Ujori, 19 shkurti, të frymëzon të jesh kreativ dhe të ndjekësh ide të reja në punë. Qasjet jo konvencionale dhe idetë inovative mund të sjellin zgjidhje të papritura. Bashkëpunimi me të tjerët është produktiv, por mos lejo që egoja të ndikojë vendimet. Në marrëdhënie ke nevojë për hapësirë personale, por partneri do të vlerësojë ndershmërinë dhe sinqeritetin. Peshqit, ndjeshmëria dhe intuita janë në kulmin e tyre sot. Në punë, vendimet e bazuara në perceptimet e brendshme shpesh do të jenë më të sakta se analizat racionale. Në dashuri, romanca thellohet nëse tregohesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Beqaret mund të përjetojnë një lidhje shpirtërore të veçantë. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Kujdeso për shëndetin duke bërë pushime të shkurtra dhe duke kaluar kohë për reflektim dhe qetësi. Sot është ditë e mirë për art, meditim dhe pastrim emocional. Një gest i vogël mirësie ose një fjalë sinqert mund të sjellin bekim të papritur. Besoj zemrës dhe intuitës. Veprimet e sotme mund të krijojnë mundësi të reja dhe të forcojnë lidhjet personale. Dhe si përfundim, 19 shkurti na kujton se çdo ditë ka mundësi të reja për të mësuar, për të zhvilluar dhe për të përmirësuar marrëdhëniet me të tjerët. Sot, energjitë e yjeve na nxisin të përdorim intuitën, të jemi të hapur dhe të reflektojmë mbi zgjidhjet tona. Disa shenja ndihen plot iniciativa dhe guxim për veprime të rëndësishme, ndërsa të tjerët kërkojnë qetësi dhe analizë për të marrë vendimet e duhura. Çfarëdo sfide që shfaqet, është e rëndësishme të veprojmë me vetdije dhe të mos lejojmë emocionet të momentit të ndikojnë në zgjidhjet tona. Sot është moment për të planifikuar me maturi, për të ndërtuar bazat e forta për të ardhmen dhe për të shfrytzuar mundësitë që mund të sjellin rezultate konkrete. Marrëdhëniet me partnerin, familjen dhe miqët kërkojnë sinqeritet dhe vëmendje. Faleminderit që na dëgjua deri më tani. Një like dhe subscribe për më shumë video të ardhshme dhe na tregoni në komente se cila shenjë jeni ju.